Ku është problemi që ne masi të morim abdes apo të pastrohemi, ku është problemi që të falim 2 rekat namaz dhe këtë ta bëjmë tradit? O Bilal i tha, mbrëm në natën e Isras dhe Miraxhit, pash që ishe përpara meje, ose në një ëndër që pa pejgamberi alayhis salatu wassalam. O Bilal tha, isha në xhenet, po pash që ecse para meje. Çfarë mendon ti? Pejgamberi alayhis salam po pyet Bilalin. Çfarë mendon ti o Bilal i tha? Se ç'të bëri të ecësh para meje, pararoj e pejgamberit alayhis salatu wassalam. U mendu Bilali radhiyallahu ta'ala çfarë thoshte, se ishte si të gjithë tjerët, nuk kishte gjë që e dallonte nga të tjerët. Pastaj u kujtua dhe tha o pejgamberi i Zotit, ndoshta sa herë që pastrohem dhe marr abdes, nuk rri pa i fal 2 rekat namaz. Heshti pejgamberi alayhis salatu wassalam. A e diti kur hesht pejgamberi alayhis salam çdo të thot apo jo? Heshtja e pejgamberit alayhis salam është miratim, se pejgamberi alayhis salam nuk mund të heshti për diçka që nuk është e vërtetë. Pa e diti që në qoftë se ti e merr abdesin siç e ka marrë pejgamberi alayhis salam, çfarë gjuna është ke bë me sy, me vesh, me duar, me kom, me gjithçka, me gojë që Zot na ruaj, çfarë bën goja jon? Të bind gjitha në tokë. E nëse e falat 2 rekatshin i përqendruar, i dërguar Allahu sa se më thot në hadithin e Humranit, shërbëtorit të Uthmanit radhiyallahu ta'ala anhuma, thot kush e merr abdesin siç e mora unë, abdesin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, dhe pastaj i fal 2 rekat namaz, i përqendruar në namazin e tij, Allahu do t'ia falë të gjitha gjunahet që ka bërë. Hadithi është i saktë.